Keni lëkurë të yndyrshme, kjo maskë me mjaltë do ju lër pa fjalë. Nëse keni lëkurë të yndyrshme, atëherë preparati më i mirë për ju është maska me mjaltë. Ngroheni mjaltin derisa të shkrihet, pra të bëhet një lëng lehtësisht i rrjedhshëm me të cilin mund të masazhoni fytyrën. Ndërkohë që është akoma i ngrohtë, hidhni dhe një të kuqe veste dhe përzieni në mikser. Masën e përgatitur vendoseni në fytyrë dhe lëreni të qëndrojë për plot 25 minuta. Pastaj hiqeni maskën në fytyrë duke përdorur një peshqir të lagur më parë me ujë të nxehtë. Peshqiri i lagur do të ndihmojë në hapjen dhe njëkohësisht në pastrimin e poreve nga pluhuri i grumbulluar gjatë ditës. Këtë maskë ju mundet gjithashtu ta përgatisni sa herë që të dëshironi pa menduar për ndonjë efekt negativ që mund të ketë kjo maskë, sepse i vetmi efekt që do t'ju lërë do të jetë një lëkurë e lëmuar si mëndafsh dhe me shkëlqim për t'u adhuruar.